Moti keq mbërthen vendin i gjë priten rreshje intensive dhe ngrica. Instituti i Gjeoshkencave në një parashikim të situatës meteorologjike bën me dije se rreshjet e dëborës pritet përfshin në zonat verilindore dhe juglindore të territorit, rreshje të cilat do të pasohen nga ulja e ndjeshme e temperaturave dhe ngricat mund të krijojnë probleme të ndryshme dhe vështirësi në transportin rrugor. Më tej, gjë thuhet se priten rreshje intensive në qarkun e Shkodrës. Ndër të tjera theksohet se shtrëngata dhe intensiteti i lartë i rreshjeve mund të krijojnë probleme të ndryshme si rënje gurëshe inertesh dhe vërshime të ujit në zonat urbane të lokalizuara në varësi të sistemit të kanalizimeve në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në Bregdet 10-14 gradë Celsius, në vendet e ulta 9-14 gradë Celsius dhe në vendet malore -1-10 gradë Celsius. Kujtojmë se rreshjet intensive të shiut dhe dëborës kanë nisur që në mbrëmje në disa zona të vendit. Më herët është raportuar se në qafthore 2 borë pastruese po pastrojnë rrugën nga dëbora intensive rënë gjatë orëve të fundit.